Kryeministri i Kosovës Isa Mustafa tha se është e nevojshme që zgjidhja e krizës politike të gjendet mes të gjitha subjekteve politike. Theksoi se veprimet e opozitës kanë të vetmin synim rrëzimin e pushtetit me dhunë. Unë sot jam parajush me zotin Thaçi, me liderin e Partisë Demokratike të Kosovës, mund të them edhe me rivalin më të madh të LDK-s, dhe mendoj se pikërisht këto dhe qëndron filli i problemit, i cili ka nxit anomizitete në skenën politike. Unë edhe pse jam i bindur se motivet nuk qëndrojnë në këto dy marrëveshje, motive krejtësisht politike dhe pushtetore, sepse dhuna e cila po shprehet në kuvend dhe jashtë kuvendit flet se aktorët e kësaj dhune nuk po shprehin nga dëshmëri që tulen dhe me argumentet flasin për këto probleme. Zëvendës kryeministri Hashim Thaçi ndërkaq tha se themelimi i asociacionit të komunave me shumicë serbe buron nga pakuja e Ahtisarit. Dua të potencoj se asociacioni, pasi që këtu kemi edhe njerëz që kanë qenë atë proces, buron nga dokumenti i presidentit Ahtisarit para. Mbi bazën e dokumentit e presidentit Ahtisarit kemi shpallur Kosovën e pavarur dhe sovrane. Pastaj ka vazhduar në procesin e negociatave në Paris për normalizimin e plotë të marrëdhënieve me shtetin e Kosovës dhe Serbisë. Njohësi i zhvillimeve politike Halil Matoshi theksoi se zgjedhjet e parakohshme janë e vetmja mënyrë për të dalë nga kriza aktuale. Zgjedhjet parakohshme jo tash dhe jo impulsive, edhe emotive, po zgjedhjet parakohshme të përgatituna mirë për vjeshtën e këtij viti, optimalisht po flas, mund shtyhen edhe në pronërinë e vitit tjetër, nuk prish punë, sepse zgjedhjet janë i vetmi mjet legal, juridik për me dalë prej krizave. Ndërkaq gazetari Baton Haxhiu tha se koalicioni qeverisës duhet të punojë për shtet ligjor, në të kundërtën sipas tij duhet të japë dorëheqje. Kam përshtypjen se problemi i kësaj qeverisje është se shteti ynë po drejtohet dhe nuk po qeveriset. Dhe unë, si një qytetar i këtij vendi, kërkoj që mos ta drejtoni shtetin, ta qeverisni shtetin. Ma thuni a ka këtu një analizë se çfarë na sjellin zgjedhjet. Na sjellin një situatë çfarë e kemi. Një parlament i cili do të duket po i njëjtë me LDK-n dhe PDK-n në koalicion. Në një opozitë që del prapë në rrugë. Gazetari Adriatik Kelmendi tha se presidenti duhet të zgjedhet drejt për drejt nga populli. Takimin që ndodhi dje dhe ne pam zotin Zavendës kryeministër që fjalin e parë që tha ishte sikur të flisnit në një fushat elektorale, pra tha se zoti Haradinaj nuk ka ngritur fare dy çështjet të cilat janë kauzat që i thot opozita, presidenti zgjedhet drejt për drejt nga populli dhe ne po e shohim situatën kur ju vazhdoni me agjendën tuaj me një marrëveshje që ka ardhur ndërkohë për të formuar një koalicion ekzekutivi duke harruar një marrëveshje po ashtu për zgjedhur presidentin drejt për drejt nga populli. Por zëvendës kryeministri Thaçi bëri të ditur se do të lirohet nga të gjitha detyrat e tjera në momentin që do të zgjedhet president i Kosovës. Jam shumë i vetëdijshëm se në momentin e zgjedhjes unë lirohem nga gjitha postet publike tjera, politike, ekzekutive dhe do të luaj rolin tim kushtetues, ligjor, shërbim të ruajtjes dhe kultivimit të unitetit politik. Takimi i kryeministrit me përfaqësues të medjeve dhe të shoqërisë civile u mbajt një ditë pas takimit të presidentes Jahjaga me liderët e partive politike në përpjekje të gjetjes së zgjidhjes për krizën politike.